Mijëra qytetar nga Tirana dhe gjithë Shqipëria ju bashkuan thirrjes së opozitës duke dalë masivisht në protestën kombëtare të zhvilluar këtë të shtunë në Tiranë, ku kërkuan dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama për shkak të korrupsionit qeveritar. Ndryshe nga protestat e zhvilluara deri më tani, këtë të shtunë Partia Demokratike zgjodhi t'ia lënë në dorë qytetarëve zhvillimin e ngjarjeve ku nuk pati podium për fjalime politike dhe jo vetëm. Fillimisht, qytetarët në udhëheqjen e liderit të opozitës shqiptare Sali Berisha dhe deputetëve demokrat u mblodhën para kryeministrisë, duke bërë thirrjen për largimin e kreut të ekzekutivit Edi Rama. Situata agravoi kur në mënyrë të paprecedent dhe të paprovokuar, autoboti i policisë me ujë dhe me piper sulmoi liderin e opozitës Sali Berisha, i cili shoqërohej nga disa protestues dhe deputetë të opozitës. Siç shihet edhe nga pamjet, lideri i Partisë Demokratike Sali Berisha po qëndronte duke bashkëbiseduar me protestuesit, ndërsa ndodhej disa dhjetra metra larg kryeministrisë. Por autoboti që shihni në pamje ka lëshuar ujë me presion, me përbërje piperi, duke kryer një provokim të rënd ndaj liderit demokrat. Ky akt simbolik i protestuesve ndaj vilës së ish diktatorit Enver Hoxha ngjalli zemërimin te policia, e cila ju sul protestuesve dhe deputetëve të opozitës duke hedhur gaz lotësiellës, ujë me presion, madje edhe duke ushtruar dhunë. Nga sulmi nuk shpëtuan as sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Flamur Noka dhe deputetët e opozitës, të cilët gjithashtu u përballën me ujin me presion dhe gazin lotësiellës të policisë. Pas kësaj ngjarje, tensionet mes protestuesve dhe policisë u rritën, ndërsa dhuna e ushtruar nga forcat e rendit ka qenë jo proporcionale.